Marie Curie, një fizikante dhe kimiste polaku-franceze, ishte gruaja e parë që mori një çmim Nobel dhe e vetmja grua që mori 2 çmime Nobel. Ndërsa studionte rrezet e uraniumit, ajo zbuloi element të rinj dhe i quajti polonium dhe radium. Ajo gjithashtu shpiku termin radioaktiv për të përshkruar ato. Në vitin 1903, Curie fitoi çmimin Nobel në fizik për kërkimin e saj të fenomeneve të rrezatimit. Ajo ishte gjithashtu gruaja e parë në Francë që mori një doktoraturë në fizik dhe gruaja e parë që dha mësim në Sorbonne. Në vitin 1911, ajo fitoi një çmim të dytë Nobel në kimi për zbulimin e poloniumit dhe radiumit. Gjatë luftës së parë botërore, ajo krijoi një sirë radiologjike të lëvizshme për të ndihmuar mjekët të trajtojnë mbi 1 milion ushtar të plagosur. Puna pionere e Curie në rrezatim çoi në trajtime të reja të kancerit. Marie Curie ishte një fizikante dhe kimiste që u bë gruaja e parë që fitoi një çmim Nobel. Së bashku me burrin e saj Pierre, ajo zbuloi 2 element, polonium dhe radium. Ajo gjithashtu kreu kërkime pionere për radioaktivitetin. E lindur në Varshavë me 7 nëntor 1867, Marie u shpërngul në Paris në 1891 për të studiuar fizik, kimi dhe matematik në Universitetin e Parisit, ku fitoi 2 diploma. Atje ajo u takua me burrin e saj Pierre Curie, i cili punonte në universitet dhe ata u martua në 1895. Çifti ngriti një laborator të përbashkët në një bodrum duke ndërtuar pajisjet e tyre për eksperimentet e tyre. Në atë kohë askush nuk dinte për efektet e radioaktivitetit në trup, kështu që ata trajtuan elementët që përdoren në kërkimin e tyre pa asnjë nga masat paraprake apo veshjet mbrojtëse që do përdornin sot. Madje Marie mbante në gjepat e saj ose në sirtaret e tavolinës së saj shishe me atë që po punonte. Më shumë se 100 vjet pas zbulimeve të tyre, fletorët e çiftit janë ende aq radioaktive sa duhet të mbahen në kuti të veshura me plumb dhe të trajtohen vetëm duke veshur veshje mbrojtëse. 1898 ishte një vit i ngarkuar për çiftin. Marie kishte hetuar vetit e pazakonta të pitch blende, një mineral i zi që është i pasur me uranium. 2 vjet më parë, Henry Becquerel kishte zbuluar se kriperat e uraniumit lëshonin rreze që mund të depërtonin në objekte në një mënyrë të ngjashme me rrezet X të sapo zbuluara. Por Marie kishte vënë re se pitch blende lëshonte shumë më tepër nga ajo që ajo e quajti radioaktivitet, sesa do të pritej nëse uranium fajin e kishte vetëm ai. I emocionuar nga puna e Marie, Pierre ndaloi kërkimin e tij për kristalet për ta ndihmuar atë të bluante tonelata minerali në kërkim të një përgjigjeje. Atkorik çifti njoftoi zbulimin e elementit polonium, të cilin e emëruan sipas Polonisë. Më pas, me 26 vjetor, ata njoftuan zbulimin e një elementi të dytë të ri, radiumit. Marie s'ju deshën edhe 12 vjet të tjera para se të mund të izolonte radiumin e pastër metalik nga pitch blende dhe të provonte përfundimisht ekzistencën e tij. Puna e çiftit mbi radioaktivitetin u dha atyre një pjesë të çmimit Nobel në fizik në vitin 1903, së bashku me Becquerel, duke e bërë Marien gruan e parë që fitoi një çmim Nobel. Thuaj se nuk ndodhi, kur Komiteti Nobelit donte të nderonte vetëm Pierre dhe Becquerel, për Pierre i paralajmëruar paraprakisht u ankua dhe emri Marie u shtua. Ajo gjithashtu fitoi çmimin Nobel në kimi në vitin 1911 për zbulimin e radiumit dhe poloniumit dhe izolimin e radiumit. Me këtë ajo u bë personi i parë që fitoi 2 çmime Nobel. Ajo është ende personi vetëm që ka fituar 2 çmime Nobel në 2 fusha të ndryshme shkencore. Pas vdekjes së Pierre në 1906 në një aksident, Marie vazhdoi punën e tyre dhe mori pozicionin e tij në universitet, ndërsa arriti 2 vajzat e tyre. Gjatë luftës së parë botërore, ajo krijoi pajisje të lëvizshme me rreze X për të ndihmuar ushtarët që u plagosën në fushën e betejës dhe shkuan vetë në front për të trajnuar mjekët se si t'i përdorin ato. Të gjitha ato vite të punës me element radioaktiv përfundimisht e morën veten. Marie vdiq nga anemia aplastike, shpesh e shkaktuar nga ekspozimi ndaj rrezatimit, në vitin 1934 në moshën 66 vjeçare.
Elementi radioaktiv kurium mban emrin e saj dhe atij të Pierre.